Qendrat Ndacak janë kthyer në një problem serioz për qytetarët e Vlorës, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë e tyre. Në repartin e mikrokirurgjisë pranë urgjencës së Spitalit të Vlorës konfirmohet se ka patur raste të referuara si pasojë e kafshimeve. Sipas mjekut Piro Gjoka, qendrat Ndacak janë mjaft rrezikshëm. Reagimi i tij vjen edhe pas një rasti të një dite më parë, ku një fëmijë 4 vjeçar u sulmua nga një qen. Gjoka thekson se me rritjen e temperaturave shton edhe rastet që paraqiten në spital nga kafshimet e qenve. Megjithatë, dhe gjatë periudhave të tjera nuk kanë munguar raste të tilla, madje në ditë të veçanta janë regjistruar deri në 4 apo 5 raste. Sipas tij, qytetarët duhet i drejtohen menjëherë spitalit në çdo rast kafshimi, ndërsa kërkohen masa konkrete për menaxhimin e qenve Ndacak. Tani që do filloj bëjë tani me të raste jo të referuara, por ka shumë. Dhe personat që ndodh diçka e tillë, gjëja e parë që duhet të bëjnë direkt në spital. Të marrin trajtimin e dur dhe të bëjnë tetanozin. Sa thëm. Sepse vetëm më thënë nga termi, më thënë që rrugës, dhe më thënë që nuk i mbartin një Infeksion. Një sërm mikrobe të infeksionit. Dhe të kenë kujdes durin largo, dhe çfarë themi, normalisht tani është. Po gjatë kësaj periudhe ka patur raste që janë sjell këtu? Po. Marrë dhe rastet e dieshëm, por edhe rastet të bashme ka patur? Ka pasur. Ile ka pas raste që ka sjellë ambulanca, ka pas dhe raste me të që kanë ardhur vetë. Po që pjesa më e madhe kanë qenë si djali vajzën, do kanë qenë goxha më të lehta. Sa raste sa të rrezikshme janë kafshimet e qenve? Atëre, kafshit varet domethënë Nga plaga. Varet nga lloji plagë, varet domethënë edhe nga thellësia e plagës. Ka të bëjë shumë dhe sepse sa më thellë të jetë, aq më infektuar është, domethënë indi ose atje kush bër kafshimi, ajo zonë, më kupton? Një këshilla juaj që drejtoni ju si spital, si repar, ndaj masave që duhet të marrën ndaj këtyre qenve Ndacak. Atëre, të jetë për mua mos të ketë fare që në Ndacak, të jetë për mua, më thënë si, nuk po flasi personal, flasi qytetar, sepse në fund jemi familjar, pastaj jemi personel, më thënë që është për mendimin tim janë problem shumë i madh. Problematika e qenve Ndacak mbetet shqetësuese. Në Vlorë nuk kanë munguar rastet kur qytetarët janë sulmuar prej tyre, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë.